sa t'jem unë këtu, nuk do ken taks, që t'jemi të qartë. Nuk do ken taks, nuk do ken tarif, nuk do ken toll, si quhet, të rrugës sa t'jem unë. Më mbrapa, shifni e bëni pastaj, po sa t'jem unë jo njerë, që t'jemi shumë të qartë. Super fare ka dalë, por ka valzime, lëkundje makina, se nuk ja pas kënë bo uzmetin mirë shtrimit me asfalt, ose nuk kanë pas makinerit e duara. Por nëse klas fare pas ka dalë, tuneli Murrizit, era Europë po vjen çdo sep Shqipërisë, Eltoni, e ka gjetur që tuneli Murrizit, por ndërkohë mendon që nuk kanë qenë makinerit e duara. Në fakt, makinerit sot të kompanive të mëdha që punojnë në Shqipëri shqiptare janë të gjitha të njëjtave standarde siç punojnë kompanitë e mëdha në Europë. Këtë e them me bindje. Sepse disa nga kompanitë tona punojnë dhe në Europë tani më, që ta dini. Kurse për sa i përket nuk ka asnjë sinjalistik, zero, po hik, zero, shiko. E para një nuk di për çfarë sinjalistike e kishe fjalën, e dyta po përsëris që nuk është hapur tuneli për qarkullimin e lirë, hapet nesër, në 14 mars. Ndërkohë që tuneli më i shtrenjtë në tër globin për metër, po ku e kuptove, ku e gjete, si e gjete këtë? Oj. Hall me punu e hall mos me punu me shqiptarët, kur të kënaqur nuk janë. Jo, tani, ka i farë të vërtete këtu, po megjithatë mua më pëlqen shpirti kritik, shpirti i kundërshtimit. Dhe kështu që s'ka problem. Ndërkohë që dikush tjetër thotë që po mirë, po kush do përgjigjet për incidentet që kanë qenë ndërkohë që nuk ishte hap tuneli. Edhe kjo pikpyetje e madhe është. Por unë duhet ta mbyll me atë punën e legëve, se është dëgjoj njerëz që e përsërisin shpesh, detyrën ke bërë, nuk i ke bërë me lekët e tuaja, lekët e popullit janë. Po për të bërë detyrën pra zgjidhen qeverit. Për të bërë detyrën janë zgjedhur qeverit. Që kur kanë lindur qeverit, kanë lindur për të bërë detyrën. Kanë lindur për të mbledhur taksa dhe me taksat për të bërë investime, për të bërë shërbime, për të përmirësuar jetën e vendit, për të bërë detyrën dhe kur vlerësohen qeverit, nuk vlerësohen se kush i bën me lekët e veta dhe kush i bën me lekët e popullit punët, po vlerësohen se kush bën punë më të mira me lekët e popullit. Por ky është vlerësimi që bëhet. Tash çfarë është kjo histori gjithmonë, se ke bë me lekët e tuaja, ke bë me lekët e popullit, kështu që punën detyrën, po detyrën pra detyrën, vetëm detyrën, asgjë tjetër përveç detyrës dhe asgjë më shumë se sa detyra. Por ama, sikur ta kishim bërë detyrën edhe të tjerët kështu siç e bëj unë, edhe siç e bëjmë ne, ku do ishte Shqipëria sot. Po jo që nuk e bën detyrën kështu, po i bën detyrës atë që thuhet, edhe prandaj kur morëm ne detyrën, Shqipëria ishte në fund pusit, në të gjitha drejtimet, në të gjitha aspektet, në raport me çfarë duhet ishte dhe si mund të ishte. Detyrën pra, Nëse, kështu që ta mbyllim me këtë pjesë, më në fund, rruga e Arbrit, plumb pushke nga Tirana deri në Dibër dhe për pak ditë, javë, mbyllet dhe segmenti Maqellar Peshkopi dhe ata që janë në bulevardin e Peshkopisë, që pa ju ardhë rruga e Arbrit deri në bulevard si Dibran Dem Babaden, nuk e quajnë, do ta kenë plumb pushke nga hoteli i legjendarit Hotel Turizmi i Astridit, i mikut tim legjendar, deri ke Hotel Interkontinentali i Ramgecit, i mikut tim Demokrat.
Dakord? Hajde. Harron një sen ti, që lyp prap votat dhe për shkak të vjedhive nuk i merr ti. Thu që nuk baj jetë luksi e nuk thu ti me çka e bleve shishen e venës 32.000 euro ose 33.000 euro. Po mirë më, se më po ku ma peti mu këtë shishen e venës? Ajtë se po them dhe unë, ti e pin 37.000 euro. E ti si ma provon që nuk e pin? Ha? Si ma provon ti që nuk e pin? Je ti që duhet ma provosh që nuk e pin venën 37.000 euro, apo jam unë që duhet ta provoj? Ha? Apo unë vetëm duhet ta them? Hajde muhabet, hajde muhabet, hajde se pashi ishin marri ishin marrë shumë në fakt, edhe me atë që thash unë lidhur me mos ngrënje. Po është habi e madhe. Unë nuk thash që nuk ha buk 2 ditë se s'kam qa ha. Nuk e kisha për atë dhe nuk e thash për t'u duk si njeri që jam pa buk, prandaj mos kujtoni se unë bëj këto gjëra që ju thonë për mu. Nuk e kisha në atë sens. Po kënet, e keni parasysh. Po me që u hap ky muhabet, desha t'ju them që unë e bëj këtë gjë për arsye komplet tjetër. Për arsye se agjërimi, jo agjërimi si besimtar, po agjërimi për t'u kujdesur për mendjen në radhë parë. Edhe pastaj edhe për trupin, se mendja shëndosh në trup shëndosh. Dhe për të lehtësuar veten nga ngarkesa, është një metodë dem babaden. Nuk është një gjë që lidhet thjesht me besimin apo besimtar. Dhe abstenimi nga ushqimi, duke konsumuar ujë natyrisht, jo si agjërimi domosdoshmërisht agjërimi i besimtarëve, por me konsum ujë dhe çaj ose pije pa kalori, bën që të pastroj, të filloj një pastrim i qelizave dhe të rritet qartësia mendore. E natyrisht, duke u pastruar qelizat edhe duke u rritur dhe qartësia mendore, efekt tjetër është edhe mbajtja në një farë mënyrë në kontroll e peshës. Dakord? Dhe 24 orëshi bëhet dark me dark ose drek me drek. Po, kujt i flasësh, për si të flasësh? 48 orëshi është akoma më i mirë, sepse thellon pastrimin, autofagin që quhet, që është ngrënia vetes, pra fut trupin në një punë në të kundërt, trupi nuk kërkon të marrë nga jashtë, ose më saktë kërkon të marrë nga jashtë, por nuk i vjen gjë nga jashtë, dhe prandaj fillon dhe ha veten në thonjza, ose përkthimi domethënë brutal i autofagisë, dhe djeg shumë më tepër yndyrat, dhe natyrisht që rrit akoma më shumë qartësinë mendore. Më i forti dhe më efektivi është traditori. Unë tash 2-3 herë e kam bërë në gjithë kohrat që kur, sepse është i fort, edhe për shkak të detyrës është e vështirë për t'i thënë dikujt smundem ose se vjen dikush etj. Por ai sjell ndryshime të mëdha të natyrës të thella në fiziologji,
provokon një humbje të konsiderueshme të yndyrës, ka efekt madh mbi sistemin imunitar, ka efekt mbi zorrën, domethënë këto të gjitha janë gjëra që unë i kam studiuar kur si sportist i ka hershëm fillova të ndjej rëndesat. Do doja të kisha qenë më i disiplinuar në këtë aspekt, do doja të kisha qenë më pak peng i stresit edhe i ngarkesës, dhe të isha më i rregullt, e bëj rrallë këtë gjë. E bëj rrallë. Ndërkohë që duke qenë se jemi në muajin e Ramazanit, ajo që është impresionuese, jo thjesht tek agjërimi, por tek i gjithë cikli i veprimtarisë fizike të një besimtari musliman, sipas të gjithë riteve të përcaktuara, është impakti shkencor mbi organizmin dhe mbi mendjen. Është e pabesueshme se si të gjitha modalitetet, falja, përkulja, drejtimi, oraret, të gjitha, siç janë spirituale, janë nga ana tjetër edhe shkencërisht të arsyetueshme si favore për trupin dhe për mendjen. Do me thënë për shëndetin. Janë të gjitha shëndet plota. Po kjo është temë tjetër. Ndërkohë që